Jemi sërish në studio dashumi që këtë pjesë të fundit e emisionit live në mëngjes në Vizion Plus, drejt për së drejti, ku do t'ju japim dashmë një ftesë shumë të bukur për të kaluar fundjavën tuaj. Do të kemi mundësi të flasim për një vepër e cila është ngritur premier në skenën e teatrit kombëtar të martën, 24 orë nga jeta e një votuesi me regjizore Driada Dervishin, e cila duket sikur ka bërë bashkë më të mirët e skenës. Në këtë vepër luajnë Zamira Kita, Arben Derhemi, Ermir Hoxhaj dhe Giuliano Brisku. Një nga këta më të mirët. Në ditën e sotme kemi pasur mundësi ta kemi në studio dhe i themi mirëmëngjes Giulianos. Mirëmëngjes Giuliano, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë që për të kuptuar më shumë rreth kësaj vepre, nga titulli duket shumë intrigues, 24 orë nga jeta e një votuesi, që të jemi sinqertë kemi pasur të shpeshta kohët e fundit referuar dhe zgjedhjeve që kemi pasur në Shqipëri, por nuk besoj që është kaq teknike situata. Na fol pak për veprën. Nuk është vetëm 24 orë, është një jetë e gjitha. Është një jetë e gjitha që përshkruhet jeta duke nisur që nga viti 1912 që nga krijimi i shtetit shqiptar, po themi, deri në ditën e sotme dhe përmendet pothuajse në çdo vit gjitha zgjedhjet. Por ato që janë më të rëndësishme janë 35 vite tranzicion, po themi që përmendet çdo zgjedhje e mundshme, 91, 92, 96, 97 e me radhë deri në ditën e sotme, kur tregon personazhi i aktorit Arben Derhemi që i përmend të gjitha, po themi, ngjarjet më të veçanta të këtyre datave, po themi, ose... Po na bën shumë kurioz, po na intrigon, kjo është një vepër shqiptare, është shkruar e përshtatur? Po, ka shumë komponent brenda. Domethënë është një krijim i Driadës, sigurisht, marrë nga disa motive, nga disa tregime të Naun Shundit, në mos gaboj në një libër të veçantë, por që nuk ka lidhje me zgjedhjet ky libër, por thjesht ka marrë jetën e njeriu që ka përshtatur personazhin e Ben Derhemit. Gjithashtu është një kabare satir që do ta themi që është më e rëndësishme, që ne jemi gjatë gjithë kohës duke kënduar. Dhe kjo është një gjë shumë e veçantë. Keni zë? Po mirë. Deri të dielën nuk e di, atë do na mbaj zëri deri të dielën, po dhe është marrë nga poema e të tjera e autorit e një nga poetëve më të mëdhenj shqiptar, Teodor Keko. Domethënë gjitha këto të marra së bashku, edhe me këtë grup lezetshëm që ti sapo përmende, është krijuar kjo shfaqje satir kabare, që duhet themi ndërveprimi me publikun është gjëja më e veçantë që ne shkojmë te publiku, komunikojmë me publikun, i këndojmë publikut drejt për drejt, domethënë thyet ai murikat, Floris e tij. Po. Çfarë roli ke, Giuliano? Si në çdo shfaqje Driadës unë bëj shumë rol. Domethënë është një shfaqje që nuk ka një personazh të caktuar. Ajo ka marrë, si thua, dy arlekinët, edhe i ka kthyer këta që i kthejnë në shumë personazhe, po pa ndryshuar, po themi kostumet, ose vetëm me detaje shumë të vogla, ndoshta me një palë syze, por jemi dy arlekinët si komedie dell'arte, dhe na ka trajtuar, po themi si Jokera, njëri blu, njëri i kuq. Edhe këta të dy, po themi, krijojnë gjithë personazhet e këtyre 35 viteve tranzicion, që kanë kontribuar sadopak në korrupsion, nuk e di, për të gjitha problemet dhe hallet. Këta janë personazhe me emër, Giuliano? Nuk flas emër, nuk thash gjë. Nuk thash gjë. Nuk thash gjë. Qartë. Po ndalemi pak edhe tek, meqense përmend elementin e këngës, pash që nëpërmjet planeve edhe një bandë, aty ishte një mini bandë, Genti Rushin arrita të shquaj. Ajo është një nga gjërat mendoj më të veçanta të shfaqjes. Është muzika live. Është Gent Rushi, Ermal Rodi dhe Emiliano Dhima, që është perkusioni. Edhe është një muzika që luhet live, dhe kjo është ajo vështirësia më e madhe, që ne kur jemi diku larg skenës, ndoshta edhe nuk mund ta dëgjojmë mirë. Po themi sfida më e madhe ka qenë që këngët marrin karakter edhe po themi edhe si personazh. Sepse nuk janë vetëm këngë që duhen kënduar, por duhen përshtatur sipas karaktereve. Dhe janë aq shumë se zënë një pjesë shumë të madhe të shfaqjes gjitha këto këngët, por kanë edhe natyra shumë të ndryshme të gjitha këngët. Njëra është tango, tjetra pastaj kalon në një stil tjetër, ka shumë lloj stile këngësh brenda kësaj shfaqjes dhe shpesh çfarë më vjen, çka kam tani. Por ata janë qershia mbi tort të tre, përveç se janë dhe shumë simpatik që shpeshherë përfshihen edhe duan të interpretojnë ose fillojnë hedhin batuta, këndojnë bashkë me ne, edhe janë tre çuna shumë të veçantë që i kanë dhënë një nur tjetër estetik. I përshëndesim me këtë rast dhe të gjithë në fakt ato element plotësues të kësaj vepre. Po ndalemi pak tek puna që ka bërë Driada, e cila duket sikur gjithmonë më shumë po kërkon ta përfshi publikun me shfaqje të reja, me shfaqje me element shumë modern, siç është edhe ky në rastin konkret. Si ka qenë të punoni bashkë
për të 200 herë ndoshta? Me Adën u bë, do me thënë, projekti i 6 që kemi qenë edhe bashkë në një nga shfaqjet më të mira, po themi që edhe bashkë kemi kënaqur shumë, ferma e kafshëve. Kjo kishte disa risi të reja, mund të themi. Do me thënë, përveç të rritit personazheve, jo në nga 4 kalon në 10, por këtu ishte diçka autentike shqiptare. Do me thënë, ishte një, duke nisur që nga dramaturgjia, po themi që nga ndërtimi i karaktereve, pavarësisht ndoshta pak butaforik si karaktere, po janë karaktere shqiptare. Do me thënë, është një shfaqje made in Albania. Duke marrë... Aktualitetin tonë. Aktualitetin, pavarësisht se Driada e ka përmend, dhe me thënë, kohën e komunizmit, dhe është një regjizore që e do shumë dramaturgjinë e vendit, ashtu si tek 15 ditë prilli, por kjo ishte si një krijim laborator me gjithë grupin. Dhe me thënë që edhe unë... Se cili dha nga vetja nga pak për Se cili nga ne në formimin e disa karaktereve, që ne shohim dita ditës në ekran, bëri që ne të ndërtojmë karakteret nga vetja, por dhe nga i krijim i gjithë i përbashkët. Nga Zamira, nga Beni, nga Ermiri. Dhe me thënë, çdo kush në ne ka një kontribut sa do të vogël, qoftë edhe në tekst, qoftë edhe, nuk e di, në krijimin e karakterit të njëri tjetrit. Dhe me thënë, ishte një punë laborator për ndërtimin e një shfaqje, po themi, unike shqiptare. Dhe ju është dashur të punoni shumë, Giuliano, për këtë vepër, sepse kaq shumë element sa ka, rritet shkalla teknike e vështirësisë, pra të duhet që ti kombinosh gjitha këto elementi bësh bashkë. 2 muaj e gjysmë, 3 muaj gati, kur ka nisur procesi, megjithëse ka pasur dhe shkëputje të vogla, sepse secili nga ne ka pasur dhe angazhime të tjera. Po që do flasim edhe për ato angazhimet, po pak në fund fare, duke qenë se ti me shumë dashuri ke punuar një vepër shumë të mirë në Korçë, ne kemi përmendur shpesh me Brikenën në studio, edhe nëpërmjet lajmeve, por edhe nëpërmjet pamjeve që kanë ardhur. Katedralen e famshme. Por do të ndalemi pas pak për ta përmbyllur. Por gjithë procesi ka qenë rreth 3 muaj, në mos gaboj, rreth 3 muaj ka zgjatur si proces, shtyje. Por megjithatë gjithë ajo koha, besoj që ka bërë të mundur që dali një produkt mjaft i mirë, besoj që edhe publiku e ka pritur shumë mirë dhe ka shkuar çdo gjë shumë mirë, por te kur do vini ta shikoni? Kur do vini ta shikoni me qira fjalë? Kur do dalë? Të premten? Unë jam. Do vi vetëm. U pa kjo punë. Sepse ti e di, Giuliano, që ne zgjohemi herët dhe nuk i kalojmë dot kur orare. Por ajo që është e rëndësishme është që publiku e ka përthithur më një herë këtë vepër, të paktën në referuar edhe pamjeve atyre që ju publikoni në rrjetet tuaja sociale, nga teatri, gjithashtu teatri kombëtar, duket që salla është plot, e ka dashuruar më një herë këtë vepër. Besoj shumë pak vende do të ngelur deri të dielën, jam i bindur. Nuk kam informacion akoma nga biletaria, po jam i bindur që është sold out, por unë mendoj që rrugtimi i kësaj shfaqjes do të zgjasë, ashtu si Driada ditë i menaxhoi shumë mirë shfaqjet e veta. Ne jemi datë 26, 27, 28 shkojmë në qytetin e Korçës. Jam i bindur që tani kemi marrë jo datat sakta, por kemi Shkodrën edhe Fierin që kanë bërë kërkesat e para për shfaqjen, por besoj që edhe në Tiranë do të rikthehet përsëri, pasi siç e dim, Tirana është metropoli më i madh që ka dhe shikueshmërinë më të madhe. E vërtet është. Mirë, Giuliano, ndalemi pak tani tek jeta jote si aktor, shumë i mirë i skenës shqiptare, por edhe si regjisor shumë i mirë. Nuk është hera e parë që ti merr përsipër të vendosësh një vepër në skenë, ke pasur eksperienca të tjera, megjithatë Katedralja ka qenë një nga iniciativat besoj të tuat më të mëdha, më riskioze dhe ndoshta edhe më të suksesshme. Të vësh një musical në skenë. Shmenduria më e madhe që mund të kemë. Shmenduria më e madhe që mund të kemë bërë. Pse i quhen shmenduri? Sepse e para, besoj se zhanri muzikalit nuk është shumë i njohur, ose nuk e kemi ne të njohur në vendin tonë. Unë kam pasur eksperiencë më përpara, duke lozur si aktor në muzikalin Jeezy Sky Superstar, por nuk e di që të kem përgjegjësi që ta bëj vetë krijimin nga fillimi deri në fund të një produksioni aq të madh siç është Katedralja e famshme. Ka qenë një punë shumë e madhe, duke nisur që nga këngët, një grup shumë të madh nga balerinët, kanë qenë rreth 25 artistë brenda në skenë. Teatri Korçës ka disa mundësi, ka disa specifika që sinqerisht ma kam bërë shfaqjen shumë herë më të veçantë dhe është e pamundur për ta sjellë në Tiranë, dhe kjo është një nga, po themi, një nga dramat e mia, pengjet e mia që nuk mund ta sjell dot tu.
ajo mund të vi, mund të përshtatet, por... Për një rotativ nuk besoj se do prishet dhe gjithë kjo. Po, pra, po, ai rotativi është shumë i rëndësishëm, sepse është në shumë dimensionet të ndryshme. Ajo është ndërtuar një katedrale gjigande me skela, edhe ka lokacione ndryshme, është gjatë gjithë kohës, një spektakël që ajo rrotullohet, është rreth katedrales e gjithë e ndërtuar. Dhe po përpiqemi që të krijojmë një mundësi për të krijuar një rotativ, por prapë më duket shumë e vështirë. Ajo ngjitet një nga çmenduritë më të mëdha të mia dhe besoj që edhe për teatrin e Korçës ka qenë një çmenduri shumë e madhe. Ishte për herë të parë që vendose një musical live, që gjej rastin të përshëndes aktorët që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, Arsi Bako që ka qenë një yll në rolin e Esmeraldes, pastaj Amri Hasanliu, Donald Shehu, Gerald Murria, Mateus Froku me një rol shumë të veçantë, po ashtu edhe një këngëtare nga Korça, Gloria Nure. Në ky kast edhe pafund balerin, figurant. Duket që je shumë i njohur atyre që ke punuar me gjë dhe sa net ka lënë pa gjumë kjo vepër, se regjisorët dim që punojnë kështu pa kufizim kohor. Shumë net, sidomos Flor, 15 ditë e fundit që kanë qenë në, po them, procesi i fundit në Korçë, zyesh anë 8 dhe flian orën 6 në mëngjesit. Do të thënë, deri në orën 2 janë teatr, pastaj në gjithë stresi i madh që kisha nga gjithë përgjithësia, mund ta them, ajo adrenalina e madhe më çonte deri me 2 orë gjumë dhe kisha shumë energji që të merresha nga aktori kryesor, po themi edhe deri tek roli më i vogël. Do ta përsërisje herë tjetër nëse do të jepë mundësi për një musical të ri? Po, patjetër. Pra mund të themi që kemi nxjerrë një regjisor të ri musicalesh? Po nuk e di nëse është, por e rëndësishme është që shfaqja do rikthehet përsëri dhe do hapi, po themi, një nga festivalet më të mira në Shqipëri, Kokofestin, dhe besoj dhe sigurisht dua që të krijoj mundësinë patjetër që shfaqja të vi në Tiranë, aq më tepër një musical, që edhe çdo njeri më pyet kur do sjellësh. Sa të gjejmë rotativin. Sa të gjejmë rotative dhe ta sjellësh. Faleminderit shumë që ishe live në mëngjes. Faleminderit shumë. Kënaqësi shumë e madhe.